Përshëndetje mi së dashur. Shkojnë në radhës, votuesi i LDK-s ka thirrë në një program televiziv të ndëgjojmë çka ka thonë, ju lutem. Shkojnë më njerë. Unë këta i quj laskuca politik. Ta kush jam qërë. Njërë ka Kosovës, doktorë, Kërranci, Statosi edhe ajo Albolena. Albolena herë një shpi. Kjo Statosin e kanë mashtruar se kjo e re, edhe mashtru mas tyne. Kjo nona e mashtrimeve njërë ka Kosovës, e kjo bodyguardi mas tyne. Edhe ngo që a thot ashmiq. T'lutem, adim se e thashto, se këto e në emocione, se unë veç një shembull për marë. Dashi besonin, dashi mos besonin, zotja përmendi emnin. Ma shumë se 60 poena ja kom qu personin. Për këto po thot? Ma shumë se 60 poena. Për edhe bodyguardin. ka traftu mu ka traftu personalisht. E le sa Omerin tjetër e Hasanin e Hysenin i kanë traftu. Prandaj po të peshta me thonë këto. Kështu që me këta njerë nuk duhet po as me i votu, as me i përshëndet, as me nit, me ndëgju për ta. Kryq. Ata janë personat të cilët punojnë vetëm për interesat vetë. Se si kur ti kish bo Albini, 100 ministra, Zavenc ministra, kur ata të parë, ata ke kishin e që aty. Pa të lutëm. Kishin e që aty. E rruga e mbarju qoftë dhe marju qoftë, në kur më su thefshin, në kur më si pasha. Miq, a ndëgjut, s'po thomënë, po thot votuesi i LDK-s, me emën e me mbi emën. S'po du me e përmenen emën e këtu se së më lejohet. Kështu që me se dashur Zoti i rujt, po me fotografia të regova, kështu që është sigur që është i LDK-s, votuesi i LDK-s. Miq, Zoti i rujt, mirë pafshim vit e radhës.